Një i vrarë dhe 3 plagosur është bilanci i përplasjes me armë mes pjesëtarëve të 2 familjeve në qytetin e Mamurrasit. Shkëmbimi i zjarrit ka ndodhur mesditën e së mërkurës në qendër të qytetit, fare pranë godinës së bashkisë. Viktima është shtetasi Naim Tafa, ndërsa të plagosur kanë mbetur Altin Çoku 37 vjeç, Besim Xhetani 70 vjeç dhe Dorian Mamli 31 vjeç. Pjesëtarët e 2 familjeve, Tafa dhe Mamli, mosohet se janë konfliktuar fillimisht me fjalë, por brenda pak minutash situata ka shkuar deri tek përdorimi i armëve të zjarrit. Nga breshëritë e plumbave u plagosën 4 persona, por njëri prej tyre, shtetasi Naim Tafa, humbi jetën gjatë rrugës për në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërkohë, i moshuari Besim Xhetani nuk ka asnjë lidhje me sherrin mes 2 familjeve, por ka qenë kalimtari i rastit në vend ngjarje. Të 3 plagosurit janë në gjendje kritike për jetën në spital. Policia ende nuk ka mundur të mbërrijë tek motivet e konfliktit, por mosohet se është arrestuar Enrik Mamli, njëri nga personat e përfshirë në përplasjen e armatosur. Ekspertët janë duke e marrë atë intensivisht në pyetje dhe pritet që dëshmia e Enrik Mamlit të zbardhë plotësisht ngjarjen.